Mjeku me urdhër të prerë, mos i përdorni qepët nëse vuani nga këto sëmundje. Qepa është disi e sigurt kur merret nga goja, për në sasi të sigurta zakonisht nga ushqimet ku aplikohet edhe ekstrakti ose lëngu i qepës. Ekstrakti i qepës është i pasur me përfitime të mira për organizmin dhe mund të lehtësojë gjithashtu një sër komplikacionesh të tij. Shtimi i qepëve në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përdorimi rreth 400 gram ekstrakt qepe për të paktën 6 javë është i sigurt. Disa nga efektet anësore të qepës mund të jenë irritime të ndryshme të lëkurës, ekzema, ose edhe pas një kontakti me qepën me lëkurën, lotimi i syve mund të jetë ekspozimi i saj. Por cilat janë rastet kur nuk duhet ta përdorni qepën sepse mund të ndikojë negativisht në gjendjen tuaj shëndetësore? Gratë shtatzana dhe ato që ushqejnë fëmijën e tyre me gji duhet të tregojnë më të kujdesshme me përdorimin e qepës. Ekspertët tregojnë nëse gjatë shtatzanisë mund të krijojnë komplikacione, prandaj përdorimi i qepës në sasi tepër të larta mund të jetë i dëmshëm në organizmin tuaj. Tregohuni të kujdesshëm me sasinë e qepës që shtoni në menun tuaj ditore për të evituar kështu komplikacionet dhe për të sjellë rezultate fantastike në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Personat që kanë çrregullime të gjakut duhet të jenë më të kujdesshëm me përdorimin e qepëve. Qepa mund të ngadalësojë mpiksjen e gjakut. Qepa mund të rrisë riskun për rrezik kur merrni të njëjtat medikamente për ullimin e gjakut, siç mund të jenë gjithashtu edhe ato për çrregullime të ndryshme. Ekspertët tregojnë se duhet të tregoheni më të vëmendshëm në këto raste me përdorimin e qepës në mënyrë që të evitoni edhe komplikacionet dhe të siguroni një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Personat që kanë alergji ndaj produkteve të ndryshme ushqimore duhet të tregohen më të kujdesshëm me konsumin e qepëve. Njerëzit që kanë alergji ndaj selinos ose artemisës mund të jenë gjithashtu alergjik ndaj qepës. Mos përdorni ilaçe në të njëjtën kohë që merrni qepë, pasi mund të krijojë edhe vështirësi në mbajtjen nën kontroll të këtyre alergjive. Ekspertët shtojnë në një zëri se qepa duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja për sa kohë konsumohet me kujdes dhe brenda normës së rekomanduar. Personat që vuajnë nga diabeti dhe marrin medikamente për këtë problem duhet të tregohen më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm me përdorimin e qepës. Qepa mund të arrisë nivelin e sheqerit në gjak, nëse ju vuani gjithashtu nga diabeti. Nëse vuani nga diabeti dhe merrni qepë si ilaç ose keni çrregullime të ndryshme të tretjes, duhet të tregoheni të kujdesshëm me përdorimin e saj. Mos e konsumoni qepën në sasi të mëdha nëse keni probleme me sheqerin në trup ose keni çrregullime të tretjes, pasi në këto raste ajo mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj edhe kundër problemeve të ngjashme. Mos konsumoni qepë përpara një operacioni. Qepa mund të ngadalësojë gjithashtu mpiksjen tuaj të gjakut dhe mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare. Ndaj përdorimi i qepës në këto raste mund të jetë disi i dëmshëm për shëndetin tuaj. Qepa mund të ngadalësojë mpiksjen e gjakut gjatë një operacioni. Në teori, qepa mund të rrisë riskun e gjakderdhjes ose të ndryjë në kontrollin e sheqerit në gjak, dhe më pas në procedurën e operacionit mund të krijojë efekte anësore. Mos e përdorni si ilaç të paktën qepën 2 javë përpara një operacioni, në mënyrë që ajo të mos ndikojë në përkeçimin e gjendjeve tuaja edhe të mos sjellë efekte negative. Qepa dhe hudhra janë elementët kryesorë të një kuzhine të shëndetshme. Shumica e gatimeve kanë nevojë për qepë dhe hudhër për një shije më të mirë dhe gjithashtu edhe për një mbrojtje më të mirë të organizmit. Në këtë video do t'ju tregojmë përfitimet që do të marrë trupi juaj nga konsumi i qepëve në mënyrë të rregullt. Qepët do të ofrojnë bakterie të mira për stomakun. Ne preferojmë të mos mendojmë më shumë për bakteriet. Ato bëjnë që të sëmureni në shumicën e rasteve, por jo gjithmonë. Ne gjithashtu kemi një sasi më të mirë të bakterieve që jetojnë brenda trupit ton, duke na mbajtur të shëndetshëm. Qepët përmbajnë nivele të mira të fibrave.
të cilat jetojnë brenda trupit duke ofruar edhe një zorrë më të shëndetshme. Ato mbajnë të shëndetshme florën bakteriale dhe rregullojnë edhe rritjen e bakterieve. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon rritjen e bifidobakterieve. Këto bakteri shtypin bakterie të tjera që dëmtojnë zorrën dhe sjellin gjithashtu përfitime më të mira në dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Qepa është e mirë gjithashtu për shëndetin e zemrës. Ka disa studime mbi efektin e qepës në gjakun tuaj. Disa studime tregojnë se konsumi i qepëve rregullisht mund të përmirësojë situatat tuaja të mpiksjes së gjakut dhe të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit. Përveç kësaj, padyshim që qepa nuk përmban kolesterol dhe është një zgjedhje aleate shumë e mirë e organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurimi i një qepe në ditë do t'jap shumë përfitime në vlerat e shëndetit, ndaj konsumi i saj me kujdes dhe brenda normës së rekomanduar, do të kthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit edhe në luftën kundër komplikacioneve. Qepët janë të pasura me lëndë të mira ushqyese. Qepët kanë pak kalori, janë të mbushura me vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë gjithashtu vitaminën C, e cila forcon sistemin imunitar dhe ndihmon në thithjen e hekurit. Ato gjithashtu janë burime të mira të vitaminës B6 dhe të folatit, të rëndësishme për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksionet më të mira të nervave. Qepët janë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i qepëve mund të ulë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ato kanë në veti të mira antioksiduese dhe antiinflamatore, që do të mbrojnë uljen e kolesterolit të keq dhe do të sigurojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj në të gjitha rastet. Qepët do të rregullojnë edhe nivelet e sheqerit në trup. Për ata që vuajnë nga diabeti ose janë një risk të lartë, qepët mund të jenë aleat i vlefshëm i shëndetit tuaj. Qepët do të ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e funksioneve të pankreasit edhe të zorrëve, duke rregulluar nivelet e sheqerit në gjak dhe duke përmirësuar kështu edhe përthithjen e glukozës në trupin tuaj. Qepët do të ndihmojnë edhe në forcimin e kockave tuaja. Qepët do të luajnë një rol të rëndësishëm për shëndetin e kockave. Ato do të ndihmojnë gjithashtu edhe në reduktimin e stresit oksidativ dhe rrisin të ndësinë tuaj të kockave duke parandaluar osteoporozën edhe humbjen e masës kockore. Qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në luftën kundër bakterieve të këqija. Qepët kanë në veti të mira antibakteriale, përbërësi i tyre siç është për shembull quercetin, është veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterieve të dëmshme, duke i siguruar trupit më shumë mbrojtje dhe duke evituar kështu komplikacionet që i kanosen atyre. Shtimi i qepëve në menun tuaj ditore do të ofrojë një tretje më efektive dhe një shëndet më të mirë të zorrëve. Qepët janë një përzgjedhje ideale për të përmirësuar tretjen. Ato janë të pasura me nivele shumë të mira të fibrave dhe probiotikëve, të cilat janë thelbësore gjithashtu për funksionet e shëndetshme të zorrëve dhe rritjen e bakterieve të mira. Këta prebiotik ndihmojnë në procesin e tretjes, reduktojnë inflamacionin dhe gjithashtu forcojnë më mirë sistemin tuaj imunitar. Shtimi i qepëve brenda normës së rekomanduar ditore do të kthehet në një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Qepët janë të mira kundër problemeve të kollës. Përmbajtja e sulfurit tek lëngu i qepës do të ndihmojë në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtësimin e problemeve të kollës. Kësaj ky lëng rekomandohet shumë kundër sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes. Qepa është një produkt fantastik edhe kundër problemeve të astmës. Lëngu i qepës do të shërbejë si një parandalues ose trajtues i problemeve të astmës, siç është për shembull edhe problemet e shëndetit të frymëmarrjes. Ai do të qetësojë rrugët e frymëmarrjes dhe do të kthehet gjithashtu në një mbrojtëse më të mirë të shëndetit në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Duke e përdorur si duhet dhe në vëmendjen e duhur, ajo do të rrisë gjithashtu nivelet tuaja të imunitetit. Pirja e rregullt e lëngut të qepës do t'i bëjë mirë sistemin tuaj imunitar dhe do të parandalojë edhe komplikacionet që i kanosen atij. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.